Përshëndetje, përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakohemi me mua Tirona Lilin. Nuk jam në ambientet e studios time që komentoj showbizin, por jam në ambientet e studios të emisionit A Më Dëgjon, sepse do të xhirojmë një edicion ditën e sotme, një edicion interesant që e di që do t'ju mbërthen për ekranin, këtë jam i bindur. Tani çfarë dua unë të komentoj në këtë moment? Dua të flas pak për Selinën dhe për Gimbon. Më keni pyetur shumë rreth marrëdhënies së tyre. Në fakt është një marrëdhënie konstante. Nuk është nga ato marrëdhënie që janë duke bërë xhiron e rjetit me story, po tregohen një farë lloj çifti shumë serioz dhe shumë i bukur që mua, me thënë të drejtën, më pëlqen shumë. Dhe unë e mbështes këtë lloj dashurie, jam natyrë që duar trokas këtë lloj dashurie. Por pyetja që më së shumti më bëhet është kjo: a mendon Tiron se do të kemi dasëm apo do të kemi një fejesë mes Gimbos dhe Selinës? Nga informacionet që kam unë, do me thënë familjarisht të dy janë takuar. Selina ka treguar vazhdueshëm që shkon në vizitë tek familja e Gimbos, ishte edhe për Bajram, ashtu siç në fakt tradita e don, por edhe Gimbo në një kohë të caktuar shkon në vizitë tek familja e Selinës. Do me thënë, afrimiteti familjar ka ndodhur. Bisedat i kanë, komunikimin e kanë, ndjesitë e bukura familjare i kanë, por për të bërë një dasëm, ashtu siç ne jemi mësuar ta shohim Selinën me fustan, e Gimbon ta shohim me kostum, do me thënë një fejesë, sepse mendoj që janë shumë herët për martesë, për të bërë një fejesë duhet kohë. Duhet kohë që Gimbo dhe Selina ta vendosin këtë pikën. Fillimisht njerëz Selina nuk e bën sepse të jatin e ka në Afrikë dhe nuk mund ta bën fejesën pa prezencën e babait, por në momentin e parë që babai i Selinës do të jetë në Shqipëri, çifti do të fejohet. Do me thënë, gjërat janë më së miri, kalojnë shumë bukur dhe besoj që deri në shtator do kemi një dasëm të mundshme të çiftit.